Ky emision u mundësua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Visar shkojmë të ish partia jote. Këtë partije ke udhëheq. Kur e ke udhëheq këtë parti Visar, ju keni qenë kryetari që është rrit mas shumë t'i vetëvendosja. Dy fishunat. Është dy fishuna. Aso kohës, ndërkohë e ke praktisë, e ke lënë. Dhe e ke praktisë vetëvendosjen në kolm, në rritje. Dhe me gjithë grupin e atyne që keni dalë, të cilet patenar si prurje në vetëvendosje, qoftë nga feri, qoftë nga shoqëria civile, dhe shumica për jush e braktiset, keni folë për këtë punë, por nuk keni folë deri në fund. Më ke premtu që i keme pas një rrëfim gjatë këto për kohën e sa e keni udhëheqë vetëvendosjen, si eshe listen. Kishte mas shumë të me shkollë mesme. Po, edhe ka mas pakti emra tri. Dhe më thonë prurje të reja, vetëvendosja duke pas të më thonë mundësinë edhe pushtetin e malë, qytetërisht nuk tërheq shumë njerëz. Kjo flet për partitë. Nështë edhe zdojnë, nështë edhe si shkon kërkosh. Po, si të qoftë, kjo është mendej që du të më vlerësu të ashqyra. Natyrisht, televidja vendosja është pak më ndryshe kur e bën listën, për shumë arsye, po një prej arsyeve për mua pse është për shembull pak më ndryshe është që ti ki disa emra të cilët nuk mundesh mos me thonë që kanë me hi. Edhe nuk është kjo vlerësim për politikat e tyre, po ti s'mundesh për shembull për të diskuton listën e vetëvendosjes me anash kaluar Albin Kurti, pak ka qenë spajtona me të. Unë me Glau Kanjucët, me gjitha të kam mendim ndryshe për të, edhe pse kam vrejtje e mos pajtim me të, po mendoj që Glau edhe si person edhe si politikan është ndryshe prej një modelit të vetëvendosjes, edhe ka qenë gjithë, edhe ta e vlerësoj, shpesh herë ka pas qëndrueshmërinë e qëndrime, jo fort guxim për me veprun to, po si të qoftë nuk i ka munguar. Mendoj që Albolena Haxhiu është një prej kështu emrave të lëvizjeve vetëvendosjes që ka një përvojë të gjatë në veprimtari politike edhe në kuvend, si deputete mendoj që me gjitha të ka qenë mirë, si ministre jo fort. Një problem që ka mund me Albolenën është që bëhet shumë militant edhe kur s'ka nevojë. Bëhet me Albin se Albini, ja? Po, mendoj që pavarësisht do më thonë të gjitha vëndeve që mujna me pas, Mimoza Kusari Lila kishte me qenë një emër që i duhet politikës Kosovës. Veçanërisht nëse na duhet komunikimi me Milan Radajqiqi. E na duhet. Ose ju duhet. Hajrullah Qeku unë ka vlerësim mirë për ta. Mendoj që ka bo fushat mirë Prishtinë, mendoj që si ministër, natyrisht ka pas vrejtje, kemi vrejtje dhe secilit, po unë megjithatë e çmoj si një emër që edhe në shoqërinë civile, edhe në përgjithësi, domethënë profilin që e ka ndërtuar publik, është jashtëzakonisht i vlerësueshëm. Ka vlerësim jashtëzakonisht të madh për Shqipen me Mehmet Selimin, jo vetëm se është bashkëshortja e Recep Selimit, po edhe për shkak të pjesëmarrjes së saj luftë, edhe për shkak të personalitetit të saj. Unë e vlerësoj Arben Vitin, e një moti, domethënë kemi qenë në një klasë në shkollë të mesme, dhe mendoj që po të mos ishte për shembull ndikimi vetëvendosjes Arben Viti aty kishte më qenë shumë më i mirë. Kam vlerësim për Antin Hoti, mendoj që ka bënë një punë të mirë në këtë komisionin për pagjeturit, jo vetëm pse vjen nga ose sepse është djali i Ukshin Hotit, por edhe ka dëshmuar vetëm ka qenë deputet në kohën kur ka qenë me PDK-n. Po ashtu mendoj që Saranda Bogojeci është një emër që duhet me qenë pjesë e kuvendit dhe e vlerësoj. Ejo Maqedonci mendoj që ka qenë një prej ministrave të mirë të qeverisë Kurti. Gjithsesi secili ka vrejtje, po përmendoj që Ejo Maqedonci asnjëherë nuk është bërë pjesë e kësaj euforisë militanteske të lëvizjes vendosje. Shumë ka bërë përshtypje një herë kur pas akuzave të shumta që ja bante Albin Kurti marrëveshjes që kishte nënshkruar atëherë kryeministri Thaçi me NATO-n, ky pa dalë dhe pa vlerësuar marrëveshjen në farë mënyrë, ka thonë që po edhe kena me vazhdu. Po ky ka treguar që në fakt nuk është
Domethënë edhe kjo ka qenë një kundërshtim edhe pse mbase i but, po shumë i rëndësishëm për gënjeshtrat që do kemi ndërtu. Për shkak se është ushtarak. Për shkak se është ushtarak, për shkak se ka qenë. E di rëndësinë e asaj marrëveshje. Edhe mendoj që është e rëndësishme në një qeveri që pjesa më e madhe tyre humbin dorën me pas njerëz që megjithatë e majnë racionalitetin. Jeta Statoci mendoj që është deputete e mirë. Dhe do të kisha pas qef me pa ashtu për Fatmire Kollçaku nuk kam mendim të mirë. Domethënë kjo ka qenë nën kryetare, kur kam qenë nën kryetare, mendoj që është e rëndësishme për me qenë. Artane Rizvanolli unë komendu që është ministër e mirë. Problemet që na kanë dalë me energji megjithatë më kanë bërë pak më uftofi saj. Kur s'kam pas mendim të mirë. Problemet e fundit që kanë dalë, veçanërisht me Ibër Lekezi skandale kështu me radhë, këgja shumë më kanë uftofi saj. Unë komendu që megjithatë kishte me qenë një kuadër i rëndësishëm. Artana Brashi, kam vlerësim pozitiv për ta. Ishte kandidat për kryetar në prezident. E bëri një garë interesante prezident. Ka dalë pak më mirë sa që kom prit. Edhe më ka pëlqy. Arbresha Kryeziu Hyseni, që ka qenë kryetare e Komisionit për Politikë të Jashtme, unë nuk është qenë një fort, po megjithatë mendoj që prej kësaj liste kjo e meriton me qenë në kuvend. Kam vlerësim gjatë mirë për Ardian Golën. Një profesor i filozofisë, edhe mendoj që do të kishte me qenë deputet i mirë, pse ka qenë edhe njëherë, për ta ulan Kelmendin po ashtu. Më thonë, ta kemi pasi në Ministrinë e Arsimit, po... Kandidat në pej është. Po, edhe kandidat pej. Po që i ke vonë. Po që i ke vonë, pra da edhe hupi, po eroj tash qohet ma herët. Arbër Rejgjen, këpa ashtu kam vlerësim pozitiv. Për ta për shamë Arbëri, edhe Artani, po ma shumë Arbëri, kanë qenë 2 prej deputetëve të Lëvizjes Vendosje, aktivist ka mos me Lëvizjes Vendosje, që kur nuk i kanë ikë llogaritdhënies së transparencës publike, kanë dalë në debate. Shumë për këtë në tjerë janë shef. Këta 2 megjithatë kanë dalë, edhe kur janë kanë qenë të kritikuar, edhe kur kanë qenë të sulmuar, edhe këto ja u vlerësoj. Enver Halidi, mendoj që është deputet i mirë, ishte kandidat Ferizaj, natyrisht aty nuk pati kur fargjase kundër zotit Aliu, po megjithatë Albena Reshitaj, kjo ka qenë në aleancë, pastaj pa dalë, tash në viti jashtë Guxos e vetëvendosjes, po megjithatë mendoj që e meriton. Unë Bilbil Sokoli mendoj që duhet ta ketë një rast që ta dëshmoj veten si në fushën e sportit. Për fushën e sportit zakonisht i mirë, ja kam dëgjuar analizat për futboll, edhe mendoj që duhet me pas atë rast për me qenë aty. Mytaj Ras Kuka, unë kam vlerësim për të. Ka qenë një kryetari i Prizrenit, nuk është myt korrupsionin, nuk është ka qeverisë mirë në Prizren megjithatë, po nuk mendoj që vetëm për përgjegjësi e tij. Unë kisha pas dëshirë me pas Gani Krasniqin në kuvend. Jo për shkak kontributit të tij në kuvend, por për shkak kontributit të tij jetësor për lirinë e Kosovës. Mendoj që Valon Ramadani po ashtu i shkon mirë në kuvend, ky ka qenë në kuvend edhe më parë. Madje ka qenë kryetari i një komisioni. Kush tjetër? Dafina Geza Bunjaku. Kjo mendoj që kishte me qenë e rëndësishme Zonës Ministri e Arsimit. Unë kam vlerësim për Mimoza Shalën. Njerëzit mbase jashtë luftëtare që e njohin fort, por kjo ka qenë pjesëtare UÇK-s më shumë të jashtëzakonisht të përkushtuar. Ilir Kërsheli domosdoshmërisht do të më qenë mendoj që është një prej kandidatëve të vendosjes shumë përgatitur me përvojë edhe në jetën private dhe publike. Po ashtu unë kam mendoj që duhet me qenë pjesë e kuvendit zoti Blerin Gashi, ish kolegu ynë, komentator, edhe kisha uru që tash, unë kam shpresu shumë që zoti Blerin Gashi duhet ta sjellë një nivel të racionalitetit në vendosje, uroj që të mos ndodhe kundër tash që ky të bëhet komplet militant i vendosjes. Mendoj që jeta Dita Bujari duhet të jetë në kuvend. Tjertë pastaj Luan Aliun, po ashtu, është aktivist i kamotshëm nga Xhilani, dhe mendoj që ka vendin në kuvend. Fjolla Ojkani mendoj që ka vendin në kuvend. Mendoj që ka qenë deputete e mirë. Bajram Mavriqi po ashtu mendoj që ka vendin në kuvend, ky vjen nga Kamenica, moti në lëvizjen vetëvendosje. Edhe pak a shumë këta janë ata për cilët mendoj që duhet me hyrë në kuvend nga vetëvendosja. Okej, sukseset e apostrofuarve. Nga njerë mendoj që mund të jemi pa drejt me shumë
njerëz të mirë në listën e Lëvizjes së Vendosjes, po edhe në partinë e përgjithësi, për shkak të Albin Kurtit. Është njeri që është të i shkaktu dëm këtij vendi. Dhe besoj që ish dasht me pa edhe këta, me vrejt edhe këta, se ai kryetari tyne nuk është në rrugë të drejtë, edhe me qenë ma kritik në raport me ta, me provu, me ndryshu qasjen e qeverisje edhe në sjellje edhe në jetën publike në përgjithësi. Po me që kam vendos me qenë aty, me qenë, si me thonë, të dëgjueshëm karshi Albin Kurtit, më duhet me i përgjith disa që i një edhe personalisht, natyrisht që kam vlerësime për ta, si njerëz, si profesionist të fushave të caktuara. Unë Glauko Njusen e qmoj shumë, Glauko është politikani i mirë, del shpesh ky me vllaqit ato lavrat e Albin Kurtit, por me gjitha të ka qasje ndryshe, ka komunikim ma normal, është intelektualisht është i arritun, është njeri që mundet me jetu edhe pa qenë politik, pra se ka një profesion, është i dishëm mbi të gjitha. Albulina Agjiu në vlerësoj. Kemi pas komunikim të jashtëzakonshëm kur kjo ishte në opozitë, unë isha gazetar. Atëherë mdoj që t'ju vesara të shumë. Po. Herla Qekun në vlerësoj. Shumë se është i urtë, është i dishëm, profesionist, i një temat me cilat merret, Shqipën, luftetare, e rene mosh, bashortja e Recep Selimit, Andin Hotin, e çmoj po ashtu, Arben Vitin, e çmoj po ashtu, për njerëzillakun që e ka, për mirësjelljen që e ka në raport, Saronda Bogujevcin, është ka kalu një periudhë tepër të vështirë, ka humbë familjen, me zis që ka mbjetu për një masakre të mërshme e ju Macedoncin, ushtarak, racional, si që përshkrujte, e një këtë temë, e një jashtëzakonisht mirë, qërë me muja. Kemi këtu, unë e vlerësoj Artan Avrashin, e vlerësoj profesorin Ardian Gola, e Dona Laloshit, qaj u darë qaj e kongë. Po ashtu Arbër, Regja, mos ma merë kohën ti me të lutëm, misarë. është bujtu në diska për Adelina Krajincën unë e vlerësoj, familjen e saj. Jam punëtor të mëdhaj. Është akuzu shumë për kalimin e saj në vetëvendosje, para 5-6 vjetësh, apo? 2021, por me gjithatë nuk u konfirmua deri tash, nuk pati ndonjë provë që kjo kaloj për interesat e caktuara në vetëvendosje, që me fajl Bajqinocin. Kolegi imi, gazetar, kemi punu në grupin Koha. Mefi është i mirë për kuvend. Mefi është shumë punëtor, Mefi i duhet vetëvendosjes edhe i duhet kuvend të Kosovës. Mendoj që pak ma shumë ai mundet me ndryshu për të mirë edhe partinë e tij. Ilir Qeriqi, ushtarak, doli nga FSK-ja, ishte në garë në Lipjan, po dihet aty Imre Ahmeti nuk lëshon pe, Valon Ramadani, e çmoj Najmbardicin, pavarësisht që ishte sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë dhe ju bashkua vetëvendosjes, mendoj që duhet me qenë në kuvend Kosovës Artan Najmbardici. Dhe ku jemi tash, mendoj që duhet me u bë pjesë e kuvendit Kosovës me shumë kënaqësi, kështu, kisha pas qef me pa aty, është Jeta Dida Bujari,
bashkëshortja e shokut, një prej shokëve më të mirë, të mitë, Alban Bujarit, i cili çdo ditë më mungon për shkak të raportit që e kam pas me ta, janë familje, jashtëzakonisht e mirë. Viktor Buzhala, unë e kam qef me u bë deputet, ka përvojë në fushën e energjisë, është gazetar, e një mirë fushën e ekonomisë, dhe unë besoj që gazetarët, me gjithë atë, kudo që janë, nuk mujnë me te kalu atë etikën e vetë profesionale që e kanë pas në kohën sa kanë ushtru këtë profesion, e kësha dash në kuvend të Kosovës, Blerim Gashin, po ashtu që e përmende, kolegu ynë, nuk pajtona me shumicën e atyne që i ka thonë në Kanal 10, por me gjithë atë, mendoj që është i mirë për kuvend të Kosovës. Këta janë që i veçoj në lëvizjen vetëvendosje, të cilet mirë kishtë qenë me qenë deputet. Është edhe ish luftetarja Shala e Gjakovës, sa numër ishte Mimoza Shala, edhe këtë e kësha dash në kuvend Kosovës. Tani, për Zeta Hajdari me akt akuzë, din është e përfshirë në një skandal të jashtëzakonshëm. Unë nuk e di pse është në listë aty, por Kurti vazhdon me mbrojt korrupsionin, me mbrojt të korruptuarit, Dim Albasha, për shkak të skandalit, me atë ta shtuqohetur në punim shkencor, unë nuk kisha mujt me dal vetë. Fjolla i kani e vlerësaj, ka një familje shumë punëtor, këta janë paka shumë. Ju uroj sukses, kisha pas qef me i pa në kuvendin e Kosovës.